Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shohim një së Luani, do bëjmë një mesazh për ju dhe një me Oracle dhe një tarot potenciali dhe kalorësi i kupës. Të dashur Luan, këto letra flasin për një periudhë ku energjia jote është duke u rritur, në çfarë do lloj drejtimi që jeni duke kërkuar dhe ndikon fort shumë tek gjithçka që prek. Potenciali tregon se tani jeni në gjendje të mbushësh me fuqi çdo gjë që vjen nga zemra jote, një projekt, një marrëdhënie apo një ëndër që kërkon jetë, ta vini në jetë. Gjithçka që vepron me qëllim të pastër do të ketë ndikim të thellë. Në fakt, të dashur Luan, jeni bërë si një magnet që tërheq dashuri, admurim, mundësi, potenciale të mëdhaja, dashuri dhe nga ana ekonomike potencial financiar, ekonomik e kështu me radhë. Je bërë magnet, pra kjo është ai potenciali që është në energjinë e juaj dhe të bëni të mirë ta shfrytëzoni. Pra, kalorësi i kupës sjell një energji romantike, të dashur, romantike në kuptimin krijues dhe të ndjeshëm. Është një periudhë ku ndjenjat janë më të thella dhe ti mund në fakt të shprehësh veten më shumë, ta them, më shumë ndëshmëri emocionale, mund të marrësh një ftesë, mund të jetë kjo, një propozim apo të ndihesh i frymëzuar, të shprehësh diçka që ke mbajtur brenda, të dashur Luan. Por ky kalorës është shpirti i ndjeshmërisë. Ai të kujton se forca e vërtetë e një Luani nuk qëndron vetëm në guximin e tij, por edhe në butësinë me të cilën e do. Mesazhi që marr për ju, të dashur, fjalët e tua, energjia jote dhe qëllimi yt tani kanë fuqi. Është sikur të kesh një shkop magjik. Përdorini në çdo gjë. Është vendi i duhur, është koha e duhur, është njerëzit e duhur janë, çdo gjë është e duhur. Pra, kujdes se çfarë mendon dhe çfarë thua, sepse universi është duke dëgjuar. Ne i themi bëj 4 veshat, janë në këtë mënyrë, i ka 4 për ju. Shpreh dashuri, shpreh mirënjohje dhe shprehu për vetveten tënde pa frikë. Një mundësi emocionale, një ndjenjë e re apo një frymëzim i papritur mund të ndriçojë ditët që vijnë. Përdoreni në favorin e juaj, që mund të jetë dhe projekt, mund të jetë dhe punë, mund të jetë çfarëdo që jeni duke dëshiruar. Pra, kur vepron me zemër, siç është kjo energji që çdo gjë do i fusësh në fuqi, në veprime, çdo gjë që prek bëhet e gjallë.